Ka dështuar seanca paraprake në GJKK ndaj kryetarit të Bashkisë Shkodër Benet Beci, i akuzuar për veprën penale shkelja e barazisë në tendera. Beci nuk është paraqitur në seancë, ndërsa shkak për shtyrjen u bë edhe mungesa e disa prej të pandehurve të tjerë. SPAK e ka dërguar në gjyq Becin së bashku me 6 persona të tjerë. Prokurori i çështjes Dritan Preci e akuzon kryebashkiakun për shkeljet e ligjit në një procedurë prokurimi të zhvilluar gjatë kohës kur ai drejtonte korporatën elektroenergjetike shqiptare Kesh. Sipas njoftimit zyrtar, Beci dyshohet se ka favorizuar operator të caktuar ekonomik duke cënuar parimin e barazisë në një tender konsulence të vitit 2019 me objekt zhvillimi strategjik i sektorit energjetik me vlerë 96.5 milion lek. Hetimi është nisur kryesisht mbi bazën e referimit të materialeve nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit BKH pas sekuestrimit të provave materiale në banesën e shtetasit Berberi. Seanca e radhës është caktuar për datën 11 shkurt në orën 12:00.